Salamu alaikum. A ka bon gjëna një djalë që më ka jep shumë rëndime. Edhe kër I ka dhoa familjes tem, a I më la. Aleikum salam rahmatullah. Jo, s'ka bon gjëna, mirë të ka bon. Mirë të ka bon. Oj motër, prej zamrës plas pa thamë. Se vallaj nuk ka bon mirë. Ama nuk e bon mirë as ti, që poshtë e naltë, ke shkru me ta, ke dale, ke fole, ke bon, në fund kalon. Apo I shifni, merë një mësim kretë. Çdo lidhje e cila bëhet me haram edhe pa informacion me vakt familjes, ai normal që të premton e provon çka mund me bon në ty ose me ty, ndoshta s'ka arrit me bo kur gjë, në momentin që I ke treguar I shlargu se ka pa që s'm po bën kur gjë me ty. Po edhe nëse koni sinqert, pse ti me hy rrugëve haram, tu kon rrugët halal, me vakt, ka shkru, ka dalë zotni, unë kam babë dhe non, tërgaj aty na je interesum për fejes martes, jo ndeshta veç me provu njerë me ty me pa, apo na e smave, ja s'ka në islam ashtu. Andaj, dhe të marim mësim kretë vajzat, se si, djemë të ri I mashtrojnë, premtojnë në fund I lanë. Allah na përmirësoft.